Producentja e Big Brother VIP Kosova 3 Olsa Muhameti ka folur rreth ish-banorit të asaj shtëpi e Gjesti, teksa ishte e ftuar në një studio televizive, ajo u shpreh se Gjesti nuk mund ta fitojë Big Brother VIP për disa arsye. Topit i ka rënë një gjysmë bombe në dorë. Nëse do isha unë në produksion dhe do më kishte rënë Gjesti kështu, unë do e nxirrja Gjestin me do e mos fitues, sepse unë kam publikun e Kosovës, sepse kam Gjestin që mund t'i kem bërë kontrat, premtuar e të tjerë, por kupton se Gjesti s'mund ta fitoj dot Big Brother VIP Albania për shumë arsye, tha ajo. Sipas saj, Gjesti nuk ka vota nga publiku, por ka vetëm një fanbase që përbëhet nga adoleshentët. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.